Përshëndetje. Zelia është një nga ato ndjenja që nuk i ka askush personalisht, por që shfaqet kudo përreth. Është si lagështia në shtëpi. Askush nuk e pranon se vjen nga muret e veta, por të gjitha ankohen për njollat. Askush nuk thot jam xheloz, njerëzit thonë gjëra më elegante. Nuk është aq i zoti. Ka fryrë pak veten, por s'është ndonjë gjë e madhe ta marrësh konsiderat. Zelia nuk është problem morali, është problem egoje. Dhe sa më e brisht egoja, aq më shumë energji harxhohet për të rrëzuar tjetrin në vend që të ndërtohet vetja. Egoja e fortë nuk ka nevojë të ul askënd. Një ego e fortë nuk ndjen nevojë të reagojë ndaj suksesit të tjetrit. Mund ta shoh, ta pranoj, madje edhe të mësoj prej tij. Nuk e përjeton krahasimin si kërcënim ekzistencial, sepse identiteti i saj nuk varet nga fakti nëse dikush tjetër po ecë më shpejt. Egoja e brisht, përkundrazi, jeton në alarm. Çdo arritje e tjetrit është si një siren. Po mbetesh pas. Dhe ky mesazh është i padurueshëm. Prandaj nuk përpunohet, por zhvendoset nga brenda për jashtë. Nga ajo që themi më mungon diçka, në atë ai është problematik. Zelia nuk kërkon të fitoj, kërkon të shkatërroj ekuilibrin. Një keq kuptim i zakonshëm është se ziliqarët duan atë që ka tjetri, por jo gjithmonë. Shpesh ata thjesht duan që tjetri të mos ketë. Nuk është lakmi, është restaurim i barazisë imagjinare. Megjithatë, në mendjen e egos së brisht, bota duhet të jetë e drejtë, sipas një kriteri shumë personal. Askush të mos dalë më shumë mbi mua, dhe kur kjo ndodh, lind tensioni, jo produktiv, por shkatërues. Si maskohet zelia në biseda normale? Zelia rrallë shfaqet si sulmi drejt për drejt. Ajo është mjeshtre e insituatës. Po mirë, edhe unë po të kisha kohë, e di si është, por çdo gjë është marketing. Nuk më bind shumë kjo, por secili ka shijen e vet. Këto nuk janë opsione neutrale. Janë mekanizma mbrojtjeje. Janë mënyra për të ulur peshën e arritjes së tjetrit që egoja të marrë frym. Zelia është më e fortë aty ku ka afërsi. Askush nuk i ka zili njerëzit që janë shumë larg realitetit të tij. Zelia ndizet mes atyre që ndajnë të njëjtin terren, të njëjtin shkollë, të njëjtin profesion, të njëjtin rreth shoqëror, të njëjtin familje. Prandaj konfliktet më të ashpra janë mes vëllezërve, motrave, kushërinjve, kolegëve, jo sepse janë më të këqij, por sepse krahasimi është i pashmangshëm dhe kur tjetri del pak përpara, tjetri nuk ka më ku të fshihet. Zelia në çift, ku rritja e njërit shihet si tradhti. Në marrëdhënie zelia është më e sofistikuar, sepse maskohet si dashuri. Kur njëri zhvillohet më shpejt, pra ecën përpara profesionalisht, emocionalisht ose socialisht të themi, tjetri fillon të ndjej humbje kontrolli. Dhe këtu shfaqen fjalit e pahishme të themi. Ke ndryshuar. Nuk jem më si përpara, lere tani. Po largohesh shumë nga unë. Në shumë raste, nuk është largim, është diferencë zhvillimi. Dhe kjo është e frikshme për një ego që kishte ndërtuar sigurinë mbi bazën statike. Zelia morale. Kur xhelozia shpallet vyrtyt. Forma më toksike e zelisë është ajo që vishet me moral. Këtu njeriu nuk ndihet më i vogël, ndihet i drejtë. Ai nuk po kritikon nga zelia, ai po denoncon, po thot të vërtetën, po mbron parimet. Kjo lloj zelie është e rrezikshme sepse është agresive dhe e vetë justifikuar. Nuk kërkon reflektim, kërkon shkatërim simbolik të tjetrit. Dhe sa më i suksesshëm të jetë tjetri, aq më fort bet nevoja për ta zbuluar. Po pse njerëzit shijojnë dështimin e të tjerëve?
sepse dështimi i tjetrit është pushim për egon e lodhur, është momenti kur krahasimi pushon, kur tensioni bie, kur mendja thot ja, u kthye rendi, u kthye qetësia. Kjo është arsyeja pse disa njerëz ndriçohen kur dëgjojnë për gabimet e tua. Nuk është keqdashje e pastër, është lehtësim psikologjik dhe kjo e bën edhe më shqetësuese. Pse askush nuk e pranon zilinë? Sepse pranimi i zilis do të thotë të pranosh një boshllëk, një mungesë, një frikë, dhe kjo bie ndesh me imazhin që duam të kemi për veten, racional, të drejtë, të pjekur. Prandaj zilia projektohet. Problemi është gjithmonë jashtë. Tjetri është arrogant, sistemi është i padrejtë, koha nuk është e duhur, çdo gjë përveç faktit që egoja nuk e përballon dot realitetin. Si të menaxhosh zilinë e të tjerëve pa u bërë viktim? Mos u ekspozo kot. Vetë kontrolli është formë inteligjence, jo frike. Mos e ul veten për të qetësuar të tjerët. Kjo nuk ndihmon askënd. Mos kërko aprovimin nga ata që ndihen të kërcënuar nga rritja jote. Mbaj distancë emocionale. Zilia nuk shërohet me shpjegime. Pjesa më e pakëndshme, zilia jon. Po, dhe ne e ndjejmë. Diferenca është çfarë bëjmë me zë. Zilia e mohuar kthehet në helm. Zilia e pranuar mund të kthehet në kompas. Nëse ndalesh dhe pyet çfarë po më tregon kjo ndjenjë mua, ka një shans real për zhvillim? Nëse pyet veten, pse ai më bezdis kaq shumë, ke zgjedhur rrugën e zakonshme. Dhe si përfundim, zilia nuk është turp. Turp është ta fshesh pas moralit, ironisë dhe përbuzjes. Një ego e fortë ndërton, një ego e brisht ul të tjerët që të ndihet në nivel. Dhe sa herë që shet dikë që gëzohet më shumë për rrëzimin tënd se sa për arritjet e tua, mos u habit. Nuk është personale. Është thjesht egoja e tij që po përpiqet të mbijetojë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që e therr pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshim.